أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Falënderojmë Allahun dhul xhelal, salavatet, selamet ja dërgojmë Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Falënderojmë Allahun dhul xhelal për çdo mirësi, madhnumi që na ka dhënë, më tepër për atë që musliman na ka bërë, duke e lutur xhella xhelal o xhelashanu ta mundsojmë islamin, që jetojmë për islamin, që jetojmë dhe me islamin jetën ta përfundojmë duke thënë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Falënderojmë Allahun dhul xhelal që na mundsoi të jemi prapë këtu bashkë e diskutojmë me hadithet e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam dhe gjithsesi me temën tonë medhhebi Hanefi në bazë të haditheve të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Ne sonte kemi dersin e 10 me radh e hadithin e 40 me radh. Hadith cilën e transmetohet nga Aisha radhiyallahu ta'ala anha an Aisha radhiyallahu anha qalet kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. Transmetohet pi Aishës se është muttafaqun alayh, pra e kanë nxjerrur edhe Imam Buhariu edhe Imam Muslimi radhiyallahu ta'ala anhum, po ashtu edhe 7 prej atyre që kanë librin e Sunenit, pra Suneni Ibn Davudi, Suneni Nesaiu, Ibn Majah, kështu me radhë, pra një hadith që e kanë nxjerrë shumica ulemave në për librat e veta. E transmeton Buhariu dhe Muslimi prej Aishës radhiyallahu ta'ala anha që ka thënë kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi. Pejgamberi alayhi salatu wasalam I pëlqente, e donte, e preferonte Resulullah sallallahu alaihi wasallam anën e djathtë, pra të djathtën në veshjen e tij, në mbathjet e tij, në pastrimin e tij, wa fi sha'ni kullihi, dhe në çdo punë të vetën, Resulullah sallallahu alaihi wasallam preferonte të gjathën. Por me thjeshtësu edhe pak hadithin, pra në Aisha tregon që te Resulullah sallallahu alaihi wasallam ana e djathtë ka qenë e preferuar. Pra, kur e desh të veshet, e ka vesh para anën e djathtë. Kur e ka desh të vesh kpucat, e ka vesh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para kpucën e djathtë. Kur a desh të ecë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I ka dhënë përparësi të ecë me kamën e djathtë. Në çdo gjë që kishte mundësi Resulullah sallallahu alaihi wasallam e preferonte, e jepte përparësi, e donte Resulullah sallallahu alaihi wasallam anën e djathtë. Edhe për shëndetjen e bënte nga ana e djathtë. Kush ishte për njerëzve u jepte të pinë në djathtë edhe ata që ishin afër atij fel ayman wal ayman, ai që është në djathtë e më djathtë. Pra çdo gjë pejgamberi alayhis salatu wasallam I preferonte nga e gjatë e tij. Ne jemi të folë për çështjet e pastërtisë, pra këtu do na duhet ki hadithi Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Pra kur vin ke laja e krave, cili krah do të ketë përparësi? I djathti, ke këmbët e djathta, e kështu me radhë. Mirë po, hadithi është më I përgjithshëm se sa vetëm për aspektin e abdesit që flasim ne. Hadithi është më I gjerë se aq, prandaj duhet ta dimë që pejgamberi alayhis salatu wasallam kur transmetohet për atij diçka, nëse që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka preferuar, dihet që në ati do të gjejmë edhe për ato që na duhet neve për temën sot për shembull, po edhe për tema tjera cilët do t'i kemi në të ardhmen inshallah taala. Po ashtu një hadith tjetër an Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha tawadda'tum fabda'u bimayaminikum. Thot nga Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu se pejgamberi alayhis salatu wasalam I ka thënë kur të merrni abdes filloni me të gjathtat e juaja. Pra edhe këtu na tregon Abu Huraira se çfarë ka thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Pra e pam çfarë dallimi ki hadithi për hadithi tjetër? Pra hadithi tjetër ish më shumë praktik, e ky është teorik. Pra këtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I filloni me gjathën, ndërsa atje pra Aisha radhiyallahu ta'ala anha që na transmetoi, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I vepronte, pra veprimin e atij na tregoi Aisha radhiyallahu ta'ala anha. E këtë hadith e ka nxjerrë Abu Davudi, edhe e ka bë hadithin, pra e ka qujt, e ka konsideru, e ka klasifiku, Ibn Khuzaimi e ka konsideru si hadith sahih. Çfarë kemi këtu ne? Pra çfarë dispozitash nxjerrim për këtij hadithi? Ne për këtij hadithi nxjerrim disa dispozita, pra ajo çështja e të filluarit nga ana e djathtë është sunet tek ne. Pra nëse ke haru për shembull, e ke lajt krahun e majt, a ke ti abdes apo jo? Etëm teke që të gjathin se ke lajt. Po, ke abdes, vetëm se e lanë gjathin edhe njëherë, pra ne me sebi jo edhe me shumica me sebeve, e kanë marrë për këti hadithit pejgamberi alayhis salatu wasalam, edhe pse ka urdhër
filloni me gjathat tuaja, kanë marrë dispozitën që është sunet një gjë e tillë. Pra, mirë po a ka për atyre që e kanë marrë hoxha që është vajib ose të ngjashme me ato, po ka, gjithmonë ka që e kanë marrë hadithin kallop. Pra ne shpesh e diskutojnë edhe themi që hadithet nuk guxojnë të merren kallop. Pra, kur themi kallop të pasqarume, të pa komentume, të pa thjeshtësume edhe të pa studiume për hoxhallarëve. Pra shumë e rëndësishme hadithi kur merret ose kur ndëgjohet ose kur lexohet dikun prej librave të hadithit, është mirë që hadithin ta shohën çfarë komenti ka ai hadith. Mos ka dhe një hadith tjetër që ka ardhur pak më vonë e ka komentuar këtë hadith ose e ka deroguar këtë hadith. Pra, dispozitën e atij e ka hedhur poshtë ose çfarë dispozitash kanë nxjerr hoxhallarët për këtë hadithi. Pra, edhe pse forma e hadithit është me urdhën, nuk do të thotë që prej atij hadithi del një dispozitë që e ka që është fars ose vajib ose ngjashme me ato, po është sunet zakonisht në medhebin tonë. Wa dhahaba jama' ظاهر الحديث أبي هريرة وجوب التيامن في الوضوء. Pra, ajo që është e dukshme për hadithit e Abu Hurajras është që çështja e djathtës në abdes është vajib. Me këtë kanë shku disa pi ulemave, mirë po shumica thamë që është suneti pejgamberit alayhi salatu wassalamit. كم من حديث تيتر مراث عن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى إمامته وعلى الخفين. Pejgamberi alayhi salatu wassalam pra transmetohet nga Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka marrur abdes فمسح بناصيته وعلى الإمامة. Pejgamberi alayhi salatu wassalam I dha mes ballukeve të veta. E dini balluket, pra çto janë balluket, çto përpara, çto pi flokëve janë balluke. U dha pejgamberi alayhi salatu wassalam I tha mes ballukeve, edhe I dha mes amames të veta. Imame ose amame quhet ki shalli hoxhallarëve ne që e mbajmë. Po pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk e ka mbaj bashkë që kështu si e kemi ne hoxhallarët, mirë po ka qenë forma e shallit e ngjashme dhe lidhja ka qenë ma e thjesht, nuk ka qenë kështu e komplikume si lidhje, po ka qenë një shall, nëse u kujtohet shqiptarët e kanë mbajma përpara, e kanë pas tradita ato. Kanë pas një kësull të bardhë mbrenda, edhe kanë bë një shall rreth asaj kësule, asaj koke, edhe kështu ka ngel, edhe shalli, edhe kësula, kapuçi, ka qenë pjesë e kokës. Pa pejgamberi alayhi salatu wassalam I ka pas të nxjerrura jashtë balluket e veta, edhe Resulullah u ka dhënë mes ballukeve, edhe pjesën tjetër të meshit I ka dhënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam kësulës vetë ose shallit vetë për me kuptu ma kollaj. Pra kjo është hadithi që e ka nxjerrë Imam Muslimi, po edhe Imam Tirmidhiu radhiyallahu ta'ala anhu. Tash, këtu kjo kemi pak mesele që duhet do ta marri pak kohë, mirë po inshallah ta'ala do të mundohemi që ta shkurtojmë. Istadallu bil hadith al qailuna bi adami wujubi mashi jami' ar-ras. Pra ki hadith tregon që nuk e kemi obligim këtë kokës me I dhanë mes. A u kujtohet hadithi që folën për mesin mbi kokën, që diskutojnë këtu ne bashk? Pra edhe një herë për ata mendoj që këtë keni qihen këtu. Ki formati ligjëratave nuk është I zakonshëm. Ne kemi filluar këtë libër dhe do vazhdojmë inshallah taala me hadithet Resulullah sallallahu alaihi wasallam pikë çështje pasërtisë deri tek çështja e ahwal shakhsije konsiderohen në gjuhën arabe, pra raportet ndërnjerëzore, marrëveshjet, martesat e kështu me radhë, krejta që hinë brenda kësaj. E ne kemi përmend më herët këtë hadith, edhe kemi thënë që medhhebi Hanefi kërkon 1/4 e kokës. Medhhebi Shafi kërkon ose mjaftohet me një pjesë të flokëve të bëhet mes, ndërsa medhhebi Hanbeli kërkon që të bëhet e tërë koka mes. E tash kur vin ki hadithi pejgamberit alayhis salatu wassalam, Shafit thuan, ki është hadith për ne. Edhe për mendimin tonë, për qëndrimin tonë që e kishim për meshin. Për atë arsye themi ki hadith e forcon mendimin e medhhebit Shafi. Mirë po Hanefit tonë ki është mirë, ki hadithi është kitë në rregull. Mirë po sikur t'isht mjaftueshëm vetëm ballukeve, nuk u bonte Resulullah sallallahu alaihi wasallam mes edhe amames vete, edhe shallit vet. Pra do të mjaftohesh vetëm me balluket. Pra se e thamë ne e përmendëm ke medhhebi Shafi, janë vetëm disa flok me u prek
balluket ose pak prej flokëve mu prek prej mesit gjatë abdesit është e mjaftueshme. Medhhebi Hanefi tha 1/4 e kokës do të bëhet. Edhe thon për atë arsye pejgamberi alayhis salatu wasalam i ka bë balluket që kanë qenë jash edhe i ka dhënë mes أمام vete. Ndërsa u ejab al-Malikiyya wal-Hanabila ala dhalika bi annahu la'alla an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fa'ala dhalika lil-udhri. Tha Malikit edhe Hanbelit than ndoshta pejgamberi alayhi salatu wasallam. Pra është hadithi. Se shpesh e diskutojmë ne këtë. Pra ki hadith çfarë thuan Hanbelit që njihen që marrin hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe praktikojnë hadithin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Me këtë hadith nuk punojnë. Përse nuk punojnë? Po është Imam Muslimi, po është libri Imam Muslimit është. Po mirë, pse nuk punojnë Malikit edhe Hanbelit? Thuan ndoshta Resulullahi sallallahu alaihi wasallam e ka bën një veprim të tillë që ka pas një uzër, i thot populli. Pra një arsjetim ka pas Resulullahi, ose ka pas një smundje të caktuar në kokë, ose s'ka mund ta hekë amamen, ose s'ka pas kohë për me hekë. Pra ka pas pejgamberi alayhi salatu wasalam një arsjetim, një pengesë pse nuk ka mund ta bëjë Resulullahi sallallahu alaihi wasallam një veprim të tillë. Prandaj kur akuzohen hoxhollarët që ose medhhebet që nuk punojnë me hadithin, e kanë gabim. Prandaj duhet mos ngutemi, ta shohim çfarë kanë thënë hoxhollarët për atë hadith. Pra kur e shohim këtu thonë aha, pra mezhebi Hanbeli edhe mezhebi Malikin këtë rast, thonë hadithi është në rregull, ne s'kemi punë me hadithin, mirë po s'praktikojmë një hadith të tillë se mendojmë që Resulullah sallallahu alaihi wasallam e ka bërë këtë veprim për arsye të një pengese fizike që e ka pas Resulullah sallallahu alaihi wasallam. واستدلوا بقية على الإمامة على مشروعية المسح على الإمامة بدل المسح الرأسي في الوضوء وهو مذهب إمام أحمد وإسحاق ibn Rahawayh. Tash na del neve Imam Ahmedi me një mendim tjetër. Thot përderisa e ke në kokë shallin, s'ka nevojë ta heqësh, mjafton ta kesh vesh kur ke pas abdes, edhe e ka të njëjtën dispozit sikur e kanë mestet të kambat. Pra do t'i shpjegojmë inshallah taala mestet çfarë janë, ne do të vim te mestet. Do të shohim pse Hanefitët nuk i japin mes çorapëve të sodit që i mbajmë ne. Ne që i mbajmë çorapët e Kinës. Unë i kam qujtë qashtu që janë ma shumë në lanë se sa çorap. Përse se nuk i plotësojnë kushtet e veta. Mirë. Po kalojmë ke një hadith tjetër e tertibu fil wajibat. Radhitja te vajibet. Radhitja të farzet, radhitja të ajo që Zoti Gjelle Gjelalu Gjeleshanu e obligoj, se ne tham, abdesi ka farze edhe ka sunete. E këtu kur hoxha ka thënë wajibate ka për qëllim farzet, se vajibe nuk ka abdesi, ka vetëm farze edhe sunete. Transmetohet nga Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma fi sifati hajji an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam ibda'u bima bada Allahu bih. Transmetohet nga Jabiri edhe këtë hadith e ka nxjerr Nesaiu edhe hakadha bi lafdh al-amr wa huwa inda al-Muslim bi lafdh al-khabar. I njëjti hadith është edhe te Imam Muslimi, mirë po ke Imam Muslimi është vetëm si tregim, pra, vetëm si ndodhi që ka ndodhur me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ndërsa te Imam Nesaiu radhiyallahu ta'ala anhu i njëjti hadith është me urdhër. Pra në formën urdhërore pejgamberi alayhi salatu wasallam u drejtoi njerëzve duke u thënë në kohën e haxhit ibda'u bima bada Allahu bi. Filloni me atë që ka filluar Zoti xhalla xhelalu xhelashan. Pra ku është kjo mesele? Kjo mesele është në haç. Pra në haç me cilën ka filluar Zoti xhallashanu ka filluar me Safa. Për atë njerëzit e bëjnë para Safa, më thonë shkojnë Merva, kështu me radhë. Pra se ish diskutimi ku të fillojnë para o pejgamberi Allahut, Merva apo Safa? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tha, filloni me atë që ka filluar Allahu dhul xhelal. E tash ulema çfarë kanë marrë? Pe këtij hadithit pejgamberi alayhi salatu wasallam kanë thënë vlen edhe për abdesin. Të fillojmë me atë që Zoti Gjelle Gjelalu Gjeleshanu ka fillu. Pra Allahu Gjelal thanë Kur'anin famëlart, ja ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salati faghsulu wujuhakum, o ju besimtar kur të ngriteni për të falë namaz, lani ftirat tuaja. Pra le të fillojmë me atë që e ka fillu Zoti Gjelle Gjelaluhu wa Gjeleshanu. Dalla al-hadith ala luzumi at-tartibi al-fara'id al-wudu'i hasba at-tartibi alladhi fi al-ayati al-wudu'. Tha hadithi na mëson që ne kemi obligim të ndjekim radhitjen, ashtu si është në ajetin kuranor.
Wa bidhalika qala ash-Shafi'iyyah wal Hanabila. Dhe me këtë qëndrojnë janë Shafit edhe Hanbelit. Pra radhitja që i bjen, po e thjeshtoj pak. Nëse ti tu marr abdes, në vend se ta bësh ftyrën i bën krahat. Mezhebi Shafi edhe mezhebi Hanbeli thonë ti s'ke abdes. Pse? Se e ke prish radhitje. Mezhebi Hanefi edhe Maliki thonë jo, ajo është sunet. Edhe një mendim të mezhebi Hanbeli, pra Imam Ahmedit radiallahu ta'ala anhu, që radhitja të abdesi është sunet. Nëse ti e bën shpërblehesh, nëse ti nuk e bën, abdesi jot është në rregull dhe si pasojë e asaj edhe namazi jot është në rregull. A e kuptoni vëllezër pse ne themi duhet ndjeket një medhep? Pra, nëse ti e ke marr abdesin sipas Hanefive, e ke laj një herë krahë, mas andit të kujtu që ftyrën se ke laj, e lan ftyrën ti ke abdes të Hanefi. A mund të Shafit s'ke abdes. E ti kur shkon të falesh, ti ka ata s'ke abdes e për atë arsye nuk guxon të falesh, se njeriu pa abdes nuk guxon edhe të falet. Pra këtë e kanë bë ulemat, shkollat tona juridike, Hanefit, Malikit, Shafit edhe Hanbelit. Përse kështu hoxha i radhitën? Se kështu kanë ardhur në historik. Pra para ka qenë imam Ebu Hanifja, masande imam Maliku, e masande imam Shafiu, e masande imam Ahmed ibn Hanbeli. Mes tire dhe para tire dhe pas tire ka pasur plot. Mirë po këto janë që u ka Zoti Gjellëshanu u ka mundësu që të vazhdojnë shkollat e atyre dhe të vazhdojnë mësimet e tyre. Pra, a e kuptum, po mirë hoxho, për seve hoxho tash këto dallohen, a ishte njëjti ajet. A tha Allahu dhu xhelal ja ju alladhina amanu idha qumtum ila salati faghsulu wujuhakum. Pra përse u ndajtën mendimet e hoxhollarëve? Njëri tha që duhet patjetër radhitja, tjetri tha nuk duhet radhitja. Është çështja tek gramatika arabe. Kan thënë Zoti Gjellëshanu kur e tha vavin kur e përmendi. Vavin, pra ja ju alladhina amanu idha qumtum ila salati faghsulu wujuhakum wa aydiyakum, pra vëja që çka vavi këtu, çfarë do të thotë ky vavi? Medhebi Hanefi edhe Maliki kanë thënë ky vavi është pasus, pra i lidhen vetëm. Nuk ka asnjë detyrë tjetër. Se sikur Zoti Gjellëshanu do të na kishte thënë që vavi ka kuptimin e radhitjes së detyrueshme, atëherë do të përdonte Zoti Gjellëshanu thumme. E tash ky është dallimi gramatikal në gjuhën arabe që i ka bëu hoxhallarët të ndahen edhe në mendimet e veta. Pra mezhebi Shafi edhe mezhebi Hanbeli thuan që vavi e ka kuptimin e thummes. Mezhebi Hanefi edhe Maliki thonë jo, vavi e ka kuptimin e lidhses vetëm, është lidhëse në gjuhën arabe. Po edhe thumme është lidhse, po është edhe thumme është lidhse, mirë po thumme obligon radhitjen. Për shembull nëse themi dakhala Ahmedun thumme Muhammedun thumme Zaidun thumme. Nëse themi kështu arabisht, ka hi Ahmedi, pastaj themi ka hi Zejdi, pastaj ka hi Muhammedi, bëjmë radhitje. A kur themi dakhala Muhammedun, wa Zejdun, wa Alijun, wa Muhammedun, atëherë vetëm thona tregojmë se si kanë hi, nuk tregojmë radhën që kanë shku. Pra kur përdoret vavi, le të kuptojnë çdo njëri prej njerëzve që i akuzon medhhebet me pa të drejtë. Dallimi bëhet këtë kuptuarit e gjuhës arabe, ai që e njeh gjuhën arabe mirë, edhe e shef që vavi çfarë kuptimi ka. Po mirë be hoxha se kanë ditë ata. Po more kanë ditë. Mirë po ç'është kështu kanë mendu. Kjo është ijtihadi atyre. Pejgamberi alayhis salatu wassalam i ka thënë kur mujtahidi, pra një njeri që bën ijtihad është përpjekje shkencore. Thot kur mujtahidi përpiqet ta gjejë diçka më të përafërt me Kur'anin, me fjalën e Allahut, me atë që Zoti Gjellëshanu ka dështuar thotë njerëzve, shpërblehet edhe e gjen ato, shpërblehet me di sevape. Nëse ai nuk e gjen dhe gabon, shpërblehet me një sevap. Edhe me diçka tjetër, për gjithë ata që janë kokfort në qëndrimet e veta. Mezhebi jon Hanefi, po edhe mezhebet tjera, mirë po mezhebin ton Hanefi është shumë e njohur një fjalë. Mezhebi jem e mban të drejtën, pra qëndron drejt. E ka argumentin e drejtë. Është i drejtë. Po mund të ketë edhe gabim. E mezhebi tjerëve, për mendimin tim, për këndvështrimin tim është gabim, ama mund të jetë edhe ai drejt.
Ky rregull është ky rregull i usulu fikut. Nëse që këtë rregull e thuna ne, edhe ua tregojmë xhamateve tona, dashurit e mi, ne atëherë pak probleme ndaj ndarjeve do të kemi të xhamatet. Do të bëhen xhamiat njëna kështu, njëna ashtu, pak do të kemi ndarje. Ose gati se hiç, për arsye se u japin fen në mënyrë shkencore si e kanë dhënë të parat tanë. Mirë. Këtu ka dikush në pyetje rastisht? Perfekt. Ujubu ghuslil mirfaqi është një hadith i pejgamberit alayhis salatu wassalam që neve na obligon të lahet bryli. Bryli, kjo pjesa është këtu problematike. Sicili prej njerëzve duhet bëjë kujdes nëse uji shkon tek bryli apo jo. Ka thënë an Jabirin radiyallahu anhu aidan qal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idha tawadda arada adar al-ma'a ala mirfaqih. Kur pejgamberi alayhis salatu wassalam merrte abdes, e lëshonte ujin tek bryli vet. E bonte që edhe bryli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam akhrajahu Daraqutni bi isnadin da'if. E ka nxjerr Daraqutni me një zinxhir të dobët. Shifni tash çfarë i bëjnë ulemaja këtij hadithi. Është perle veçantë. Edhe të vijë dikush i shekullit 21 thotë s'na vlen neve dhe s'na duhet, edhe thomi përse ky hadith tash përdoret edhe përse në të kaluarën është diskutuar si hadith. وأخرجه الحديث البيهقي بإسناد دارقطني وفيه عندهما القاسم ابن محمد ابن أقيل وهو متروك وضعفه غير واحد من الأئمة وذكره ابن حبان في الثقات فلم يصب. Vetëm se një njeri është në zinxhir, një njeri, për cilën njeri kanë thënë ai mirë ka mbajt hadithet mend, mirë po me kalimin e kohës ka filluar të ngatroje. Edhe ja kanë lënë hadithin atij. E shashki hadith. Përse be hoxha atëherë kërkohet që kjo është hadith i dobët, a tham? A dini se këtë ulemat e marrën këtë hadith për veprim? Përse? A mund dikush të më thotë përse? E thome një herë hadithi. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idha tawadda'a adara al-ma'a ala mirfaqih. Kur pejgamberi alayhi salatu wasalam mori abdes, e bëni ujin që të rrjedhë mbi bryl. Përse e marrim këtë hadith edhe pse i dobët? Bravo! Është hadith praktik. Pra tregon për praktikën e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Edhe tash këtu më lejoni ta përmendi një njeri, një orientalist. E dini që janë orientalistët, pa ata që e kanë studiuar islamin për me sulmu islamin. Edhe ai është Ignaz Goldziha, që ka vdek në vitin 1921. 1921, para 120 vjetëve ka vdek. Sa i vjen? Jo më pak, 104 vjetëve, 5 vjetëve. Goldziha ka qenë prej Hungarie, po atëherë ka qenë, e keni parasysh, Austro-Hungaria kanë qenë bashkë. E dini këtë çështje. Austro-Hungaria ka qenë bashkë, edhe ky njeri konsiderohet se është i Austro-Hungarisë. E dini ku ka studiuar ky njeri? Tham orientalist. Ku ja merr mendja që ka studiuar? Në Zheri Sharif. E ka njoft fen edhe me fijet më të vogla. Çfarë ka thënë ki për këtë hadith? Ki për këtë hadith ka thënë shifni çfarë bëjnë usulistët. Usulistët janë ata që ndërtojnë rregulloren pe ku nxjerrën dhe si nxjerrën dispozitat e shariatit. Ka thënë shifni çfarë bëjnë usulistët. Edhe pse është hadith i dobët e marrën si rregull. Edhe hoxha jon i nderuar i përgjigjet wala aslul mas'alati dalalul Kur'an. Baza e meseles nuk është hadithi. Po kush është? Ajeti. A tha Zoti Gjelle Gjelalu o Gjelle Shanu në Kuranin famëlart, o ju musliman, kur qoni për me fal namaz, lani ftyrët tuaja edhe e përmendi wagsilu wujuhakum dhe lani ftyrat tuaja dhe lani krahët tuaja, e përmendi mirfaq, e përmendi brylin bash Zoti Gjelle Gjelalu. Pra këti si përgjigjemi ne i përgjigjemi se baza e meseles është ajeti, nuk është hadithi. Mirë po hadithi e forcon qatë bazë edhe pse e ka zinxhirin e dobët të transmetimit. A e kuptum këtë mesele? Është shumë e rëndësishme për me pa dallimin e asaj se si ulemat tonë në të kaluarën, po edhe sot e marrën dhe e zbërthejnë fjalën e Zotit Gjelle Gjelalu. Pra, Ignaz Goldziha
që ka vdek në vitin 1921, ka qenë orientalist, edhe nëse lexoni ka një pi librave, është i përkthime edhe në gjermanisht, Shariatu wal Hayat, Shariati dhe jeta. Pra pejat herë kanë përkthi libra, pra kur ta llogaritish ka qenë me studim ka qenë doktor shkencë, mirë po damet ose pasojat e mëdha që ja ka bë damet që ja ka bë Islamit, po elhamdulillah xhollarët janë përgjigje. Edhe këtu do të gjeni në këtë libër, po edhe në libra tjera do ta përmendim disa herë këtë njerëz se ka tentuar që ta godasë hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Përse ta godasë hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? Veç për një arsye. Se e din që nëse muslimanët e humbin hadithin, fejnë atyre varrënuan kollaj. Se veç me Kur'an se ne kuptoje komplet fejnë e Zotit. Zoti ka thënë fale namazin, hadithi ta shpjegon si ta falësh namazin. Edhe ai nuk ka fol asnjëherë keq për Kur'anin. Po ka fol ose ka tentuar ta sulmoje shpesh hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe njërin prej atyre transmetuesve Ebu Hurajran radhiyallahu ta'ala anhu. Edhe një mesele kemi, at-tasmiyatu 'ala al-wudu. Të thuash bismillah gjatë abdesit, an Abi Hurajra radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la wudu'a liman lam yadhkur isma Allahi alayhi. Ka thënë Abu Hurajra, që transmeton pi pejgamberit alayhi salatu wasallam, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nuk ka abdes ai që nuk e përmendën emrin e Allahut dhul xhelal. Akhrajahu Ahmad. Këtë hadith e ka nxjerrë Imam Ahmedi radhiyallahu ta'ala anhu në musnedin e vet. Thotë çfarë dispozite nxjerrim, pra kur ta shikojsh në shikim të parë, edhe një hadith tjetër që e transmeton Tirmidhiu, ngjashëm me këtë hadith të pejgamberit alayhis salatu wasallam. Kur e shikon këtë hadith, thuhesh që bismillahi është fars në abdes. Po kanë thënë dikush për xhollarëve, po. Kanë thënë dhahirit, kanë thënë kështu, edhe ka thënë Imam Ahmedi. Ka thënë Imam Ahmedi, pra po e mora abdesin ti, i ke lajt duart mirë, i ke lajt ftyrën mirë, i ke lajt krahët mirë, i ke dhënë mes kokës, i ke lajt edhe këmbët, i ke bërë edhe sunetet brenda atij. Mirë po në fund kujtohet s'ke thënë Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ahmedi thotë s'ka abdes për ti. Mezhebi Hanefi, Shafi edhe Maliki thonë jo. Abdesi atij është në rregull, se qëllimin e ka bë. Qëllimi që Zoti urdhënoi është pastërtia. Edhe nëse e ka haru bismillahin është sunet, nëse e bën shpërblehesh, nëse nuk e bën, nuk dënohesh. A e kemi qartë këtë mesele? Perfekt. Sifatul madmadati wal istinshaq, si e bante pejgamberi alayhis salatu wasallam, edhe 2 minuta edhe do e mbyllim inshallah taala. Forma se si pejgamberi alayhis salatu wasallam e bante gargaren edhe istinshakin. Pra kemi disa hadithe raitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu baina al-madmadati wal istinshaq, e kam pa tha pejgamberi alayhis salatu wasallam, shifesh tash. Prap kemi hadith praktik. E kam pa pejgamberi alayhis salatu wasallam që ndante mes gargares edhe pastrimit të hundëve. Çfarë ndante hoxha? E ndante ujin pra. Atë ujë që e çonte në gojë, e bante vetëm për gojën. Edhe e bante gargara. Edhe mas ande e bante me ujë tjetër, e bante istinshakin. A e kuptojmë këtë? Pra, fund të ujit në gojë e bante gargarën. E nuk e bante pejgamberi alayhis salatu wasallam, pra hadithi praktik. Edhe gojën, edhe hundën me të njëjtin ujë. Jo, po e ndante kat. Mirë. Ki hadith akhrajahu Abu Dawud, e ka transmetuar Imam Abu Dawudi radhiyallahu ta'ala anhu. Wa huwa da'if, është i dobët. Zinxhiri i transmetimit është i dobët. Mirë po është hadith praktik. Forma se si bëhet ai. An Ali radhiyallahu ta'ala anhu fi sifal wudu'i thumma madmada sallallahu alaihi wasallam wastanthara thalatha. Me transmetim që ka ardhur Imam Aliut radhiyallahu ta'ala anhu, pejgamberi alayhis salatu wasallam i bëni gargare edhe bëni istinshak. Mirë po nuk përmendet e nda ujin, as e nda ujin, nuk përmendet këtë çështje. Vetëm se tregon që ka bë madmada, ka bë gargare, edhe ka bë pastrimin e hundës. Yudmidu wa yastanthiru min al-kafi alladhi ya'khudhu minhu al-ma. Vazhdon hadithi thot, edhe madmadan, edhe istinshakin, pejgamberi alayhis salatu wasallam e bëri me të njëjtën ujë që e mori me dorën e vet. Aha, pa pjesë e parë e hadithit nuk e definuan, pjesë e dytë e hadithit e definuan. Kush e ka transmetuar? Prapë ka transmetuar Abu Dawudi radhiyallahu ta'ala anhu. Edhe Nisaiu.
an Abdullah ibn Zaid fi sifat al-wudu, ndërsa nga Abdullah ibn Zaidi në formën e abdesit, thumma adkhala sallallahu alaihi wasallam yadahu famadmada wastanshaka min kaffin wahidin fafa'ala dhalika thalathan. Hadithi muttafaqun alayh, që transmeton Abdullah ibn Zaidi, pejgamberi alayhi salatu wasallam e futi dorën në enë dhe mori ujë dhe me atë ujë e bëri gargaren edhe bëri istinshakin. Pra e bëni gargaren edhe pastroi hundën pejgamberi alayhi salatu wasalam. Çfarë kanë thënë ulemat tash? Kanë thënë وذهب الحنفية والمالكية إلى ترجيح الفصل بين المضمضة والاستنشاق. Hanefit dhe Malikit kanë thënë duhet dahet mes gargares, pra me ujin e gargares edhe me ujin e pastrimit hundëve, pra istinshakit. Bi an yudmidu thalathan ya'khudhu li kulli marratin ma'an jadida. Për çdo herë të marrë ujë taze, ujë të ri, ujë të pastër. Po kanë thënë, po çfarë bëjmë me hadithin? Po Shafit kanë thënë edhe Hanbelit, jo, ma mira me njëtin ujë, edhe gojen edhe hundën. Medhebi Hanefi ka thënë, këtu nuk ka diskutime shumë të thella mes njëri tjetrit. Mirë po kanë thënë, cila është më e paqt? Ku ka ma shumë pastërti? Mezhebi Hanefi dhe mezhebi Maliki kanë thënë, përderisa pastërtia është më e plot, ke ndarja mes gargares edhe istinshakit, ne japim përparësi ndarjes. Ndërsa tjerë kanë thënë, jo, ne deponojmë me hadithin, pa mos e shiku si kanë qenë kushtet. A ka pas mjaftueshëm ujë? A nuk ka pas mjaftueshëm ujë? A e ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për me marrë me të njëjtën për të njëjtës e ka pas për me marrë ujë? Nuk e kanë diskutuar në këtë formë hadithin. Ndërsa medhebi Hanefi edhe Maliki e kanë diskutuar në këtë formë ujin. Edhe pak po e vazhdojmë, ani që ta përfundojmë kapitullin që mos ndalemi inshallah taala. Wujubul isti'abil ghusli. Po ashtu ka transmetim për pejgamberin alayhi salatu wasallam Anas radhiyallahu ta'ala anhu për çështjen e përfundimit ose plotësimi i vendeve që lahen, pjesëve të trupit që lahen gjatë abdesit. Ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل ظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك. Pejgamberi alayhi salatu wasallam, ki sahabi Enesi tregon. Enesin e kemi përmend. Enesi është njëri prej shërbetorëve të pejgamberit alayhi salatu wasallam. Hadithin e ka nxjerr Ebu Davudi radhiyallahu ta'ala anhu. Thot pejgamberi alayhi salatu wasallam e pa një njeri që abdesi i tij nuk e kishte lajë një pjesë sa një thoj këmbën ati. Pra uji nuk e ka prek sa thoj i këmbës te këmba ati. Pejgamberi alayhi salatu wasallam i tha, shko laje, fe ahsin wudu'ek, bëne abdesin tamam që duhet. Pra, përmisoje abdesin tënd. Edhe hoxhallarët, pra, ulemat thuan, kjo çfarë është shasha suneta? A fars? Fars, bravo. Ani pse është hadithi kaq i shkurt edhe kaq i thjesht, ama dispozita që nxjerret piktu është shumë e madhe. Se kanë një hadith tjetër që pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë, "Wailul lil aqabi minan nar", mirë për themrat ditën e kiametit për zjarrit e xhenemit. Pse themrat o pejgamberi Allah? Se makullaj që mbesën palajën themrat. Se kërë qesë është vetëm këmbën, kështu ajo në këtë ranë shkon, ose në këtë pjesën e këmbës shkon ujë, vetëm të themra nuk shkon. Pejgamberi alayhi salatu wasallam e kthei këtë sahabi ta plotësoje abdesin se kanë rregull, ama nuk e kthei kërkandin që ka harruar thotë bismillahin gjatë abdesit. E kupton pra si e nxjerrin dispozitat. Kerahiyetul israfi, këtë jemi besoj që jemi dakord te kjo, është teprimi tepërt i ujit gjatë abdesit, pra kur lëshojmë ujin më të madhe, kemi shumë hadithe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Këtu hoxha e ka nxjerr hadithin anhu radhiyallahu ta'ala anhu, pra nga Enesi radhiyallahu ta'ala anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawadda bi muddin wa yaghsilu bi sa'in ila 4 amda. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nëse llogaritim sot, e ka llogarit hoxha këtu me 250 miligram pejgamberi alayhi salatu wasallam, pra 1/4 e litrës pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka marr abdes. Po një shishe ujë ka marr pejgamberi sallallahu alajhi wasallam abdes. Po ka thënë një hadith tjetër Resulullah sallallahu alaihi wasallam, kurseni ujin edhe nëse jeni kujshime lumin. Lumi rreth o pejgamberi Allah, po, më ti duhet ta kursesh. E jo ta lëshosh, po këtu te xhamia
Jo vetëm ujin që se kursejmë, po edhe letrat si kursejmë. Edhe i përdorim me të madhe pas një farë rregulli fetar, edhe një çështje të fundit, edhe e mbyllim për sot, duaja gjatë abdesit. E keni pa ka transmetime që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam an Umar radiallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nga Omeri radiallahu ta'ala, buri në madh Islamit. Ka thënë tha, ma minkum min ahadin yatawadda fa yamsa wuduha. Thot fa yasbaghu alwudu. Omeri radiallahu ta'ala anhu se mundohem gutem që mos ta mbrim kohën, mos jemi shumë me kohë. Ka thënë Omeri radiallahu ta'ala, pejgamberi alayhi salatu wasallam na ka thënë, kush e merr abdesin dhe plotson ata, ja plotson këtë kushtet abdesit, mundohet të jetë i rregullt në abdes. Thumma yaqul, e mas abdesit tot ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Abdullahi wa rasuluhu. Pra kush e thot la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu, mbas që e ka marrë abdesin, illa futihat lahu abwabul jannati thamania, i qelen të dirë të gjennetit. Vetëm këshua, po, vetëm kaq. Për gjunahet e vogla. Ju dëkhilu min ejjiha sha, edhe hinë në gjennet nga cila do, prej atyre derve. Mirë po, hoxho, a përmendën këtu që ata dua që i bëjnë njerëzit, ose që i kanë ardhur me transmetim, që i përmendin për libra, kur t'i lash duar, thuash, o Allah, ma jep librin nga krahu i djathtë, kur ta lash krahun e majt, thuash, o Zot, mos ma jep nga krahu i majt, t'i lash këmbët, thuash, o Zot, më forcoj këmbët e mia mbi orën e siratit, kur ta prekish, pra këtë këto që transmetohen ose vendohen, a janë me hadithe, ose nuk ka transmetim të haditheve, po a pëlqejet një gjë tillë. Imam Neveviu radiallahu ta'ala anhu ka thënë, largohuni prej këtyre se s'kan ardhur pi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndëgjojeni hoxhën tonë çfarë thotë. Thotë kështu: Yabqa ad-du'a fi athna'i al-wudu'i dakhilan fi umumi al-amri bid-du'a. Duat që bëhen brenda abdesit janë të lejuar brenda asaj që është e lejuar në Islam. Pra përderisa lutesh me atë që është e lejuar në Islam, lejohet. Walamma anna al-wudu'a ibadatun fil ijabatu fihi arja. Abdesi, a është në vetvete, a është ibadet? Po. E kur bësh një ibadet edhe lutesh, duat makullaj që ati pranohen. Fel yad'u al-mutawaddi bima sha. Tha ai që merr abdes let lutet me çfarë doje. Wala da'i lit-taqlidi bid-du'a al-mashhur, edhe nuk është problem që ta ndjekë që ata dua që janë të njohura, o Zot, ma jep krahun e djathtë, librin e kështu me radhë, nuk prishëm punë. Pra, do ta shpjegojmë inshallah taala edhe javën e ardhshme këtë çështje, përse kaq shumë pluhën ngrihet ka ato sende që janë të lejume, janë mustahabate, janë të pëlqishme në fe, nuk ka asnjë pengesë me Islam për me i bë gjërat e tjera. Zoti ju rujt për kohën, për gjithçka që ndajtë të jeni bashkë, e ne takohemi inshallah taala xhuman e ardhshme për me vazhdu ta shohim a jepet mes mbi çorap apo jo. Allah ju rujt.